bëhu i fort. Bëhu i fort se s'len zullumqare. Ti këtej dëgjon xhami dhe të kënaqet shpirti. Ti këtej dëgjon xhami dhe je i kristal në mendim. Ti e dëgjon këtë në xhami dhe s'ka ku i vok për mendim tjetër, po masi del nga xhamia s'len zullumqare. Qa kuptimi? Fusi në zullum. Nuk len ti mendosh të gjëra. Thojnë, po s'qe mashtrus, nuk ecën jetë. Po s'bone intrig. S'ka lidhje. Gjëja më e keqe, thot, s'ta thot dosha me fjale, jo, po e bën me vepra, thot, ndërtoje lumturinë tënde mbi gjakun dhe djersën e tjetrit. Kjo është gjëja më e ndyrë dhe më e keqe që mund t'i bëjmë në njëri tjetrit. Nuk ta thot ndoshta kështu, që janë bërë më zgjute, ti nuk e ku, po në vepra është kështu, që ne ta ndërtojmë lumturinë tonë mbi gjakun dhe djersën e tjetrit dhe të familjes tij. Se kur ja fusim tjetrit fëmin mbi gjozë më drogë, në fakt ti je duke fitu, po tjetrin e ke shkatru. Kur ti rinis nuk je pas i lloj orientimi dhe i kthen kaotik, në fakt ti mi bë dëm. Prandaj bëhu i fort, vlla dhe motër të begatofti madhi Zot. Bëhu i fort se pa dashje bëhesh i keq. Por Zoti nuk ka dy standarde, Zoti është i mirë, don të mirët. Dhe po ta them drejt për drejt, dhe mos harro kurrë, që nëse në këtë kohë, që deri diku, Zoti nuk është në modë. Po e them deri diku sepse elhamdulillah ka besimtar që i shkrihet zemra për të madhin Zot. Sa e di si është puna? Mund të bësh një gjë sakrificë shumë të madhe, po sakrifica më e madhe është ndërtosh shpirtin dhe zemrën tënde.